Po të paktën mendimi ynë është kritik. Duke qenë kritik, se unë kam qenë i pari që kam thonë lijeni të qetë spaku gjë kohon dhe mos protestoni se është turp dhe për ju dhe ajtë ndepër para zgjedhjeve që jepni show të tillë në mbrojtjet Veliajt, se nuk është atje pa gjyq. Unë nuk e kam tallur kryeministrin të them, ke thënë, e morën dhe e vendosën pa gjyq. Jo, është me gjyq. Me vendim gjykate, deri ke gjykata lart në mënyrë përsëritur. Masën e arrestit e ka me gjyq. Unë nuk jam tallur. Unë kam i ftyrë. Ku me disa tyre që kanë folur, jam dhe unë që është thënë s'kam pavarësi intelektuale. Pavarësi intelektuale ka çdo person që bën kritik, që mendon me mend të tij, që ka analizë në kokë. Dhe mund të referohem të paktën edhe atë kam të strukturuar pavarësinë intelektuale. Domethënë, pavarësia intelektuale e mendimit juridik. Edhe nuk i hyra me AI, si që hyn këta sot, i bin shkurt, po me doktrinën. Dhe t'ja marr edhe nga Oxfordi, po ta gjej këtu, me foto, me gjitha, të shputur. Romeo, po... Cikli është nga anglishtja. The cycle of critical thinking, po them, cikli i mendimit kritik. Fillon me skenën e evidencave, vazhdon me sugjerimet, vjen me perspektivën. Këtu ka në tema që mund zgjasin 2 orë, ja kam edhe 10 pika. Me alternativat dhe me implikimet që do të kenë të gjitha këto së bashku dhe vazhdon me mbledhjen e evidencave edhe të tjerë dhe desa shkon në fund që dalin përfundimet. Pra, e kemi respektuar dhe proceduralisht mënyrën e mendimit, të pjekur. Por, po të isha unë nga ta që nuk guxohet mendoja, dhe në mburi ish ministrin e Berishës, Rusmajli, po, që nuk ka treguar në shëndiniteti. Jam i sigurt se unë kam qenë në dijenit të ngjarjeve. Ai ka thonë do të zhdu nga qeveria, ky ka dhënë dorëheqjen. Kaq. Dhe Sherri ka qenë me Sajmir Sherrin, ish drejtori i përgjithshëm të burgjeve. Unë e kam njohur që në 91-shin atë person. Dhe ka qenë për probleme tendësh e tjera, nuk e paragjykoj, se mund të bëj vllai im gjithçka, edhe vëllezërit e mi gjithçka, edhe unë s'mbaj përgjegjësi. Por ai si kryeministër e ka gjykuar që ky të mos ishte më, po të toleroj, të japësh dorëheqjen, po unë shkarkoj, ka thënë. Dhe ka qenë në kryeministër. Tani ministri i tij, Manjani, që ka pa denjë krahasim me ministrin e Berishës. Po ky ministri i Berishës në 2018 kur hyra në media pash që ka quajtur Ramën në 2018 cinik. Po si ka mundësi arritja madhe e këtij u evidentua nga kryeministri im, su evidentua arritja ime personale. Kam guxuar dhe në debat të plot me dëshmimtar që e pranojnë vetë avokatë e Clifford Chansit, që janë studio numër 1 në botë, në lidhje me procesin e Vjenës arbitrazhit, që ishin 200 milionë euro në lojë minimumi. Dhe ke atje në Google thonë, janë shpëtuar 180 milionë euro të sigurta, po kishte ca fatura tjera mbrapa. Kam guxuar të mendojnë ndryshe. Dhe ata nuk besonin që do isha e zgjidhje. Dhe zgjidhja ime rezultoi fituese dhe e ruajtur dhe i kam thënë atyre zotërive, kam dhe shqiptar dhe shqiptar. 1 vit përpara se të mbaroj gjykimi. Ky gjykim mbaron me pikën 4 neni 12 të kodit tregtar apo ligjit për tregtarët dhe ndërmarrjet tregtare. Po thanë kur s'ka ardhur koha ta servirim dhe servirëm i kam thënë që në 2014 në dhjetor dhe kam servirur pasaj në gjykim në tetor viti 2015 dhe aty fituam çështjen dhe u zbardh vendimi fitues në dhjetor viti 2015. Dhe është marrë precedent në rreth 50 vite të arbitrazhit Vjenës, është zgjidhja e parë e këtij lloji. Guxova për çështje tjetër, thash, do të shkojmë nëpërmjet forcës madhore. Ndërhyr avokaturë shtetit e të tjerëve, që nuk i pëlqeu se Romeo mund të hapi probleme të tjera. Se unë nuk mund ta fitoja atë çështje, po mos godisja intrigën politike, që ishte mbrapa Diaqezit. Se unë shkoja për në arbitrazh, këto më mblidheshin këtu, ke Shakespeare-in bënin pazar. Edhe nga administrata e Ramës.
Edhe detyrimisht i preva rrugën, pra rrezikova, i dola për zot në të gjitha planat e këtij procesi. Të paktën meritoj të thuhet se të kemi 2019. Sa lekë ke kushtuar shqiptarëve minimalisht, mo? Po. Edhe më ka gënjur, këta që mbaj vetëm integritet. Djersën time, janë 1.200.000 faqe, s'më ka paguar. Po di patjetër. Më kanë gënjur, pa them shqip. Pse se shpaqa kurajon, edhe pranova të mos i marr, do t'i marr patjetër. Nga xhepi tyre t'i paguajnë. Si Çeço, nuk i ndahem unë. Djersën time nuk ka asnjëri. As Damiani, as tjerë. E do flas akoma më tepër kur vi momenti. Por unë kam treguar të paktën këtë dinjitet që për hir të vendit kam sakrifikuar veten. Dhe besoj se kam drejtë më të madhe morale të flas. Po këta në gjën si herojnë tani, na dalin si herojnë të procesit. Herojnë të procesit, kush e ka për procesin? Kur në mënyrë me deklarat e kanë thënë e zbuloi i pari dhe dha zgjidhjen i pari. Ata nuk e pranonin. Ishte një çështje tjetër. I thash, kjo zgjidhet vetëm duke përdorur forcën madhore si argument. Nuk e bën siç thashun. E humbën një proces. Më merr në telefon sapo del e uordi vendimi dhe kam qenë me dëshmitar atje. Dëshmitari quhet Rezart Ruçi. Sa hapa telefonin, krye avokati Clifford Chansit. Hello Romeo, tha. You said it in the first moment, tha. For the force majeure, tha. Edhe vendimi kishte shprehur faqen 83-4 që vetëm me forcë majeure. I thash, s'pa morr parasysh. Por tha ne, si rastin e parë, s'kishim një precedent dhe kishim frikë të shkelin në fusha të reja. Pra, unë nuk kam pasur frikë ta zbatoj precedentin. Kam dalë në Fox News, më kanë pyetur për Begetin para disa viteve. Jo, po të paguajmë parat, jam bllokuar këtu. Minimumi dhe 3-4 vjetë do ketë si pagesi, thash. Duke lexuar mirë të zezën në bardh, ligjet e normat e ucitralit, siç ishte menaxhuar ai proces. Dhe vonë kanë dalë të problemet e pagesave, se kishte një mundësi pezullimi 3 vjeçar. Dhe aty do kishte ndihmuar, po të kishin futur. E kërkuan avokat. Po s'na duhet ky se ky na ha probleme. Pra këta nuk i duan një person. Kanë për borxh me dhon lek, po vetëm probleme mos kenë. 100% mos kenë probleme politike se lekë janë tyre. Se i preka Berishën. Se thanë të Riqu, 2 ministrat ti, të Riqu mos u merr me Berishën, jo u mora. Dhe është dëshmi në parlament, po. Maksidentuan fëmijët mu dhe gruan, po. Musulën për të bërë qepazën për media, po. Aty s'ka më, nuk të riqe më pas. Se fytyra është e imja. Nuk është interesat tua politike dhe pazari politik, dhe konjunktura politike, se doli në çadër Berisha. Në çadër me lekë që ka vjetë nga Qezi, doli për kundërshtu Komisionin